Rreth 16 milion njerëz, më pak se 0,2% e popullsisë botërore. Një nga grupet etnike dhe fetare më të vjetra në histori. Sot do ju paraqesim 20 fakte për ta. Pa komente, pa opinione, vetëm të dhëna. Hebrejt rrjedhin nga izraelitët dhe hebrejt e Izraelit dhe Judës historike, dy mbretëri të ngritura në Levant gjatë epokës së hekurit. Përmendja e parë e shkruar e izraelitëve daton rreth vitit 1200 para Krishtit, në stelën egjiptiane të Merneptahut. Sot janë midis 14,5 dhe 17,4 milion hebrejnë në botë. Mbi 85% e tyre jetojnë në dy vende, Izrael dhe Shtetet e Bashkuara. Izraeli është vendi i vetëm në botë ku hebrejt përbëjnë mbi 2,5% të popullsisë. Mbretëria e Izraelit u pushtua nga Sargoni i dytë i Asirisë në shekullin e 8 para Krishtit. Babilonasit pushtuan mbretërinë e Judës në shekullin e 6 para Krishtit dhe shkatërruan tempullin e parë. Ky moment shënoi fillimin e diasporës hebraike, shpërndarjes së hebrejve jashtë tokës së tyre. Tempulli i parë hebraik u ndërtua nga mbreti Solomon rreth vitit 827 para Krishtit. Me një boshllëk prej 70 vitesh, tempulli qëndroi gjithsej 897 vjet, deri në shkatërimin e tij final nga forcat romake në vitin 70 pas Krishtit. Shpërndarjet e para të mëdha ndodhen në vitet 586 dhe 597 para Krishtit, kur babilonasit i dërguan elitat hebraike në mërgim. Kjo konsiderohet fillimi i diasporës hebraike. Pas shkatërimit të tempullit të dytë nga romakët në vitin 70 pas Krishtit, shumica e hebrejve jetuan jashtë tokës së tyre për rreth 1900 vjet. 6. Hebraishtja ishte gjuhë e folur aktive deri rreth shekullit të dytë pas Krishtit. Pastaj u bë gjuhë vetëm e lutjes dhe teksteve fetare. Në shekullin e 19, Eliezer ben Jehuda nisi projektin e ringjalljes së saj si gjuhë e folur moderne. Sot hebraishtja flitet nga mbi 9 milion njerëz si gjuhë zyrtare e Izraelit. Është gjuha e vetme e vdekur në histori që u ringjall si gjuhë e folur e përditshme. 7. Judaizmi nuk është vetëm fe, është njëkohësisht kulturë, grup etnik dhe fe. Hebrejt përdorin alfabetin të gjuhën e tyre si për qëllime laike ashtu edhe fetare. 3 grupet kryesore etnike brenda hebrejve janë Ashkenazim nga Europa qendrore dhe lindore, Sefardim nga Spanja dhe Portugalia, Mizrahim nga lindja e mesme dhe Afrika veriore. Teksti bazik i judaizmit është Tanahu, i njohur nga të krishterët si Beselidhja e Vjetër. Talmudi, koleksioni mësimeve dhe komenteve mbi ligjin hebraik, u finalizua rreth shekullit të 3 pas Krishtit. Talmudi Babilonas u redaktua në formën e tij aktuale në vitin 500 pas Krishtit, shumë më afër shpikjes së shtypit në vitet 1430 sesa me klasikët antik si Iliada e Homerit. Tradita hebraike urdhëron 613 rregulla sjelljeje, të njohura si micvas. Ato mbulojnë çdo aspekt të jetës, ushqimin, martesën, biznesin, lutjen, trajtimin e të tjerëve. Shabati, dita e pushimit, fillon në perëndim të diellit të premtën dhe mbaron të shtunën në mbrëmje. Koncepti i ditës javore të pushimit ka rënë në traditën hebraike. Hebrejt u vranë sistematikisht gjatë luftës së dytë botërore nga regjimi nazist. U vranë rreth 6 milion hebrejnë, mbi 1/3 e të gjithë hebrejve të botës në atë kohë dhe 2/3 e hebrejve të Europës. Kur Izraeli u themelua në 15 maj 1948, vetëm 806.000 njerëz jetonin në atë shtet të sapo formuar. Sot, popullsia e Izraelit është mbi 10 milion. Gati 20% e popullsisë moderne të Gadishullit Iberik ka prejardhje hebraike sefardike, sipas një studimi të vitit 2008 të botuar në American Journal of Human Genetics.
Kjo shifër është rezultati konvertimeve të detyruara dhe asimilimit pas dëbimit të hebrejve nga Spanja, në vitin 1492. Studimet gjenetike tregojnë se shumica e hebrejve në botë ndajnë një trashëgimi të përbashkët gjenetike me origjinë në lindjen e mesme. Kompozimi gjenetik i grupeve të ndryshme hebraike tregon një grup gjenish të përbashkët që daton 4000 vjeçar. Hebrejt themeluan krishterimin dhe patën ndikim të tërthors, por të thellë mbi Islamin. Jezusi, apostujt dhe autorët e beslidhjes së re ishin hebrejnë. Muhamedi ishte i njohur me traditat hebrejke dhe u ndikua prej tyre gjatë formimit të Islamit. Për shkak të ndalimeve historike mbi pronësinë e tokës, komunitetet hebraike jetonin në zona urbane dhe mbanin profesione si artizan, tregtar dhe bankier. Kjo çoi në prosperitet dhe ndikim më të madh në shoqëri në disa rajone. Nën perandorin Justinian, hebrejve ju kufizuan të drejtat civile. U ndaloheshin martesa me jo hebrejnë, shërbimi civil, ushtria, puna si gjykatës. U ndalohi ndërtimi i sinagogave të reja dhe konvertimi i të tjerëve në judaizëm. Këto kufizime ndryshuan në për epoka dhe vende, nga toleranca relative deri te persekutimi i hapur. Napoleoni i ftoi hebrejt të dilnin nga getot e Europës dhe të kërkonin strehim në regjimin e ri tolerant që ofronte barazi nën ligjin napoleonik. Gradualisht, të gjitha komet europiane vendosën në kushtetutat e tyre parimin e barazisë para ligjit dhe shfuqizuan të gjitha kufizimet për hebrejt. Kjo periudhë quhet emancipimi hebraik, shekujt 18-19. Shqipëria hyri në luftën e dytë botërore me rreth 200 hebrejnë. Doli me mbi 2000. Familje shqiptare fshehën hebrejnë të ardhur si refugjat nga vendet fqinje. Yad Vashem, institucioni memorial i Holokaustit hebraik, ka njohur dhjetra shqiptar si të drejtë ndërkombet, titullin e dhënë jo hebrejve që shpëtuan jetë hebraike. Hebrejt kanë kontribuar në zhvillimin e progresit njerëzor në shumë fusha: shkencë dhe teknologji, filozofi, etik, letërsi, qeverisje, biznes, art, muzik, teatr, kinema, arkitektur, mjeksi dhe fe. Midis novelistëve hebrejnë janë Albert Einsteini, Niels Bohr, Sigmund Freudi, Bob Dylan dhe dhjetëra të tjerë. Hebrejt përbëjnë 0,2% të popullsisë botërore dhe kanë fituar rreth 22% të çmimeve Nobel. Kur Izraeli u themelua në 1948, kishte 806.000 banor. Popullsia arriti 2 milionë në 1958. Sot, Izraeli ka mbi 10 milion banor, ekonominë e 29 më të madhe të botës dhe forcën ajrore të konsideruar ndër 5 më të fortat globalisht. Shteti ekziston prej 77 vitesh, i njohur nga 165 shtete anëtare të OKB-ve. 32 vende ende nuk e njohin. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.